Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Unë sa kam bërë një dush, sepse sot janë Krishtlindje dhe dua që t'ju uroj të gjithë besimtarëve ortodoks dhe katolik gëzuar Krishtlindje dhe qoftë ky një ditë sa më i mbar për ju dhe familjet tuaja. Ne sot kemi përgatitur një restoran për drekë dhe Selena do të vishet me kostumin e Santës. Dhe Selena edhe Ajana dhe Selena dhe Ajana do të veshin një kostum njësoj të Santës me çeleti. Hajde mami! Shikojeni Selena në kostum me pijame, sepse pas pak Selena do të transformohet në një Santa. Hajde mami të vishëm? Santa Clausi, babagjysi vitit të ri. Shiheni sa e bukur. Ja, babagjysi mami, në të gjatë. Ka një babagjys në ka. Unë ka një babagjys. Babagjysi, qa durate të më sjellësh? Babagjysi, qa durate? Iku babagjyshi, tani të veshim babagjyshin më të vogël. Ja dhe Santa Clausi i dyti. Santa Claus! Oj, Santa Claus! E njohrojeni këtë shenjën këtu e ka bërë Selena me krem. Atër luku im është ky. Kam veshur këtë bluzën. E kam lete Globo, jeanset nga Hanoja, edhe atletet e Guess. Flokët kam vendosur ti kap në të tillë mënyre. Duhet të bëj një çike edhe thot se kam arruar të bëj çik highlighter dhe jemi gati. Po ikim. Çantë nuk të vesh sepse marr çantën e karrocës edhe se të marr 2-3 çanta kot. Atëherë Selena, si kemi bler këtë krevatin me këtë bebin. Këtë zjolli për dhurat për Krishtlindjet. Kurse Ajanës i kemi bler këtë arushin, cili është ky arushi, është shumë i bukur, ka muzikë, edhe Ajana i pëlqeu shumë. Hape zja këtu poshtë, është fasti. Hape mama, hape regalon, jam pe magjia. Hape, të ndihmoj mami, e kite letrë në vend me e të Dhe i ishte të koshe. me dhe i të në koshë. Wow, Lina! Qa të ka blerala mi mama? Wow, Selena! Qa shi mami? Ik pucałam, co taka biała. Szkopuce. Pucałam. Anna! Regaluję Anes. Anna! Anna? Wow, Anna. Anna! Anna? Oh, no, ho sbagliato. Qui è come da me? Tu non hai ganato? Cosa era? Tu vuoi qua? Di qua? Mos të shkruash më mure, Toma. Shkruaj aty. Me lodën ti. Me lodën. A ju kishte bler edhe këto fustane të voglave, ky është i Selenës.
është i Ajan, se e ka varur Selena, shiko si e ka varur. Ky është fustani i Ajan.
klipe që sapo pak, ne udhëtuam drejt Ankonës, drejt Reganatit, në Sarë, qyteti Reganatit, dhe atje ka lindur Selena, por ne atje kemi akoma hadhën e Selenës, edhe shkuam një vizit për Krishtlindjet. Tani, sot është dita tjetër, se su pa ta folur se ku isha qyshtek, ja kaluam shumë bukur dhe ndritëm atje një natë dhe u kthyem. Sot është dita tjetër dhe tani është darkë, nuk pata mundësin të nxjerroja më parë. Paradite dolëm, sepse sot është ditë e diel, dolëm për të bërë kolacione si familje, si gjithmonë, dhe tani po dalim për një darkë me disa miq tanë. Do t'ju marrë me vete në disa klipe të vogla, pse jo. Ky është luku im, thjesht. Kam veshur këtë këmishën me kuadrate, një palë xhinse, një ston, shpresoj të shikohet. Jo, nuk duke. Kam veshur këtë këmishën, këtë palton sipër, xhupi. Kam veshur kjo çanta, karot. Kam veshur xhinse edhe sambat. Tani shkrum se lajti vonë. Ikim. Ani? Apau. Ani? Jo, Lena, se je vë... pricaruam një ftao, Lena. Nina? Bek shu tani. Dada, aqui. Ua! É, Bota! é, Oxi! é. Sa po me Lena? Tá. Lena! Lena, për jesh mamin truin. Lena! É, Mami! é, Bota! é. Dove sei? Alla. Vieni qua. Não. Push! Push! Adila. 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 Sai ca mami Lena! Mami, sai ca Lena! Sai ca mami Lena! What the fuck? Spera di andare. Ata. 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 Ah. Ata lah. Ata lah. Ma bella. Jo, Lena, është e vogël, Lena. Është e vogël, do të thoj mami, Lena, që të bëj. Kush është? Kush je ti? Ku janë ato këpuckat e mia? Ata. 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 Una, tieni. Due. Grazie. Ja kanë të burik për vitë ri, bak. Do të ta lopë mua. Por vitin e ri. Do të marrë vitin e ri. Por vitin e ri. So. Ja. Do si puqa.
Tu. Brava! Wow, Lena! Ja ku jam këtu në kuzhinë, sepse sapo nisa të gatuaj për natën e 1 janarit. Me që jam këtu dhe po gatuaj, doja t'ju thoja që për mua viti i ri kalohet më mirë në shtëpi. Unë isha mbrëm në restoran dhe me thënë të drejtën ushqimi ishte i mirë, por ishte një ushqim tipik italian, me pasta, me mish, me contorno. Do t'ju lë këtu menun, edhe që ta shikoni. Ishte i mirë, nuk po them që s'ishte i mirë, por ne kemi një traditë tjetër, po nuk e pam tavolinën plot, me mish, me gjërat që bëjmë në shqiptarët, nuk e quajnë. Dhe po, mua më pëlqen më shumë të gatuar ushqim si shqiptarët për natën e vitit të ri.